Dorentin, përshëndetje. Po të shojmë në mesin e librave. Përshëndetje Gjeneta dhe për ty, si që thatë dhe ju jemi këtu në mesin e librave, ku tashmë dhe janë hapur dyert për të gjithë prindërit që dëshirojnë të bëhen gati më herët dhe për të pajisur fëmijët e tyre me libra të cilat u nevojiten për të filluar vitin e ri shkollor. Këtu libraria Dugazhini në pikën të cilën e ka në sheshin Nën Tereza ka bërë të gjitha përgatitjet siç i kemi parë dhe tashmë menjëherë ka nisur edhe interesimi i prindërve për të ardhur dhe për të blerë librat për fëmijët e tyre. Kemi parë që të gjitha klasat janë të ndara nga klasa e parë deri në të nëntën, por për të na treguar më shumë detaje sa i përket këtij organizimi dhe se nëse janë bërë të gjitha përgatitjet e duhura në mënyrë që sa më lehtë të kenë qasjen prindërit për të nisur dhe për të blerë librat për fëmijët e tyre. Kemi këtu Elvin Blakaj nga libraria Dugazhini dhe me të cilin do të zhvillojmë një bisedë sa i përket kësaj. Atëherë, zot Elvin, faleminderit shumë për kohën. Si kanë qenë përgatitjet deri më tash dhe si kanë shkuar të gjitha këto? A është bërë gati, domethënë, libraria Dugazhini për të filluar shitjen e librave? Në fillim ju faleminderit juve për intervistën dhe gjithë dëgjuesve tuaj. Ju uroj prindve dhe nxënësve një fillim sa më të mirë të vitit shkollor. Ne si libraria Dugazhini që me javë jemi duke bërë përgatitje të pandalshme që kur të fillojmë qarkullimin e librave shkollor të kemi një mundësi të mirë dhe të thellë që të marrim të gjithë nevojën e prindve dhe të japim mundësinë e shfrytëzimit dhe blerjes së tyre. Ne jemi të përgatitur, stafi është i përgatitur dhe ne jemi të furnizuar me të gjitha librat e nevojshëm që të gjithë prindërit të kenë mundësinë të blejnë librat për fëmijët e vet sa më herët që të jetë e mundshme. Ka filluar shitja e tyre qysh nga sot, sa kohë do të zgjas dhe a ka të interesuar themi që vinë më herët për të furnizuar me libra? Si gjithmonë interesimi është enorm, ju e keni pa edhe me incizimet këto. Menjëherë me hapjen e dyerve ne I kemi prit klient të dera. Ajo nuk është viti I parë, është çdo vit që ndodhet tillë, por tash madhe me përgatitjet që I kanë bërë prind më herët dhe shkollat më herët, njerëz janë të organizuar dhe e dinë sakt kur do vinë t'i blejnë. Fakti që janë të informuar na bën edhe punën neve shumë, na krym punën neve shumë dhe ajo ju falenderojmë edhe prindve dhe shkollave për një nivel të lartë të vigjilencës që e kanë. Dhe normalisht edhe ne e kemi bërë të njëjtën gjë. Shitja ka filluar prej sotit në të gjitha pikat tona dhe do jetë e hapur aq sa të jetë nevojshme. Në këtë orar që e kemi hapur tani, që do e diskutojmë sigurisht pak më vonë, do e marrim minimum një numër të javëve derisa nuk sigurohemi që të gjithë prindërit janë të furnizuar sipas nevojës së tyre, por sidomos edhe pas asaj kohe do të ketë mundësi prindërit të bëjnë furnizimin e tyre tek ne me oraret tona të zakonshme. Po bazuar edhe nga përvojat e viteve të kaluara, përgatiten më herët prindërit dhe vinë me lista qoftë edhe nga shkollat për librat të cilat duan t'i blejnë. Gjithsesi, nga viti në vit prindërit janë më të përgatitur për këtë situatë që e kemi tani. Dhe sidomos si vjet kemi të bëjmë një përgatitje tepër të madhe. Në fillim ishin vetëm shkollat e mëdha që ishin të përgatitura me lista. Tash kemi pa që praktikisht çdo shkollë ka listën e vet, që ne ka leju dhe ka dërgu prindve dhe prindërit I kanë të gatshëm. Ne edhe kërkojmë për prindërve të kenë listën që të sigurohemi që të mos ketë gabime apo lëshime jo vetëm nga ana e tyre, por edhe nga ana jonë. Ashtu që listat na ndihmojnë të gjithëve. Prindërit me listat vinë këtu pak a shumë prej fillimit I kemi pa dhe ne presim që nëse jo të gjithë, një shumicë absolute e prindëve të ketë listat e gatshme dhe ata që nuk I kanë të mund të sigurojnë me një kontakt të shpejtë telefoni. Jemi këtu në një ndër pikat kryesore të librarisë Dugazhini, në cilat pikat të tjera mund të kenë qasje prindërit për të blerë librat për fëmijët e tyre. Në të gjitha pikat e librarisë Dugazhini do të keni qasje, por edhe një shtesë. Domethënë kjo është pika qendër, e cila e ka orarin e hapur për librat shkollor prej orës 9 të mëngjesit deri në orën 8 të mbrëmjes gjatë ditëve të javës, prej orës 10 të mëngjesit deri në 17 të mbrëmjes gjatë fundjavës, shtunë dhe të tilla. E njëjta vlen edhe për pikën tonë të re në PE, ka të njëjtin orar si pika e qendrës, prej 9 deri në 8 gjatë ditëve të javës, prej 10 deri në 17 deri në 19 gjatë fundjavës. Pika e re që kemi hapur vetëm për libra shkollor, por që hapet çdo vit është pika në Lakrishte, Dugazhini Center, e cila ka punën një orë më të shkurtë se sa që e kemi në librarinë qendër gjatë ditëve të javës, do të punon prej orës 9 deri në orën 19 deri në 7 masdite. Fundjavë është e njëjtë sikurse në çdo pikë që kemi tjetër të qendrës edhe të PE-s, prej 10 deri në ora 19. Në PE, në Prishtina Mall e ka orarin pak më ndryshe, pasi e ka edhe lidhur me vendin në të cilin e kemi, ata punojnë prej orës 10 deri në orën 22 të natës. Prandaj në cilin do pikë brenda atyre orareve që të vini, do të
mund të siguroheni me të njëjtat libra. Na kemi shikuar dhe jemi organizuar ashtu që çdo pikë të jetë furnizuar në mënyrë të njëjtë, ashtu që cilin do libër që e kërkoni do e gjeni në çdo një pikave. Po, çka ofron libraria Dugagjini sa i përket teksteve shkollore, janë shumica e librave që i kërkojnë prindërit, po i shohim që është goxha mirë organizuar meqense ka dhe sasi të madhe të tyre dhe prindërit po i gjejnë shumë lehtë. Ne kemi fokusuar në furnizimin e të gjitha shtëpive botuese që kanë ofruar furnizimin tek ne. Dhe të gjitha janë të furnizuara, në për momentin nuk kemi problem furnizimin. Pastaj pasi kemi kontakt të pandajshëm me çdo një prej tyre. Dhe mund të themi që pas një problem çfarë do libri që është i nevojshëm për prind, ne do kemi mundësinë e sigurimit, edhe do bëjmë të pamundërën tonë që ajo të vazhdojë ashtu derisa nuk e përfundojmë çdo fluksin e parë, por edhe tani të vazhdojmë edhe më tutje. Prisni fluks më të madh në fillim të shtatorit apo prisni që të vinë më herët prindërit dhe të i blejnë dhe sa i lehtëson qoftë edhe për juve por edhe për prindit me orë meqense dhe pikat po hapen më herët se sa nis procesi i mësimit. Në bazë të eksperiencës do të ketë dy flukse të mëdha. Një do jetë në këtë javë, sigurisht ka mesi ose ka fundi javës, do ketë një fluks të madh të prindve që dojnë të furnizohen para fillimit të vitit shkollor, domethënë para një shtatorit. Dhe tani do kemi një fluks edhe më të madh të javës së parë kur një pjesë e prindve të cilët dojnë të sigurohen direkt me mësuesit e veta që çato janë librat e tyre, që është një numër i konsiderueshëm i prindve. Edhe ata tani do vinë javën e ardhshme. Por ne besojmë që kjo javë dhe java e ardhshme do jenë javët e dy flukseve të mëdha që në bazë të eksperiencës tonë furnizojnë një numër më të madh të prindve me libra shkollor. Pra, të theksojmë edhe një herë orarin, libraria Dugagjini mbetet edhe në ditët e vikendit për ata të cilët nuk kanë mundësi gjatë javës për të ardhur dhe për të blerë libra. Pra, edhe një herë për shikuesit tuaj, libraria këtu që kemi në qendër e ka orarin e punës gjatë ditëve të javës prej orës 9 të mëngjesit deri në ora 8 të mbrëmjes, 20. Gjatë fundjavës do e ketë orarin prej orës 10 të mëngjesit deri në ora 19 apo orës 7 masdite. Libraria në Prishtina Mall e ka orarin e hapjes prej hanës deri në të diellën me të njëjtin orar prej orës 10 deri në ora 22 apo 10 e mbrëmjes 10. Libraria në Pej që e kemi ka të hapur njëjtin orar si libraria në qendër, domethënë gjatë ditëve të javës prej orës 9 deri në ora 8 të mbrëmjes, gjatë fundjavës prej orës 10 deri në ora 7 të mbrëmjes dhe e kemi librarin këtë furnizimin në Lakrisht Dugagjini Center, e cili ka orarin e hapur gjatë ditëve të javës prej orës 9 deri në ora 19, një orë më pak deri në ora 7 dhe gjatë fundjavës sikurse librari tjera prej orës 10 deri në ora 7 mbrëmjes. Faleminderit shumë për kohën, ju urojmë punë të mbarë. Faleminderit edhe juve për intervistën, ju mirëpresim të gjithë prindërit dhe të gjithë nxënësit dhe shpresojmë në një fillim shumë të bukur të vitit të ri shkollor dhe ju urojmë një vit të mirë. Kjo ishte intervista të cilën e patëm dhe që na tregoi më shumë detaje se cilat do të jenë mundësitë dhe sa do të jetë orari i zgjatur dhe kapacitetet të cilat i ka libraria Dugagjini. Nga këtu ne e kalojmë linjën tek ju në studio. Tërëndin të falenderoj ty dhe Elvinin për këtë paraqitje të drejt për drejt dhe informacionet e detajuara. Kishim një lidhje të drejt për drejt nga libraria Dugagjini në sheshin e Prishtinës, në sheshin Nën Tereza, një prej pikave kryesore të librarisë, aty ku sa herë kalon të tërheq prak të hysh brenda një numër shumë i madh i librave dhe sigurisht jo vetëm tituj të librave të ndryshëm, të autorëve të ndryshëm, qoftë ndërkombëtar, librave të fundit, botimeve të fundit që nuk mungojnë asnjëherë në librarinë Dugagjini, por tashmë para vitit të ri shkollor edhe përgatitjet në detaje për gjithçka që i nevojitet nxënësve para se ata të nisin vitin e ri shkollor me një shtator. Tani do të shkojmë nga sheshi Nën Tereza, nga libraria që e kishim në sheshin Nën Tereza, në librarin të Dugagjini Residence, një librari që po ashtu është e pajisur me të gjithçka i nevojitet të fëmijëve para fillimit të vitit të ri shkollor. Do të njihemi me detajet e fundit përmes një lidhje të drejt për drejt që do ta zhvillojmë me kolegan Arianita Zhegrova. Arianita, përshëndetje, po ashtu dhe ty po të shohim në mesin e librave. Po, Gjeneta, në këtë pikë vetë se ka filluar interesimi i prindërve për të pajisur me tekstet shkollore të shtëpisë botuese Dugagjini dhe ju vetëm që ofrohen në këtë pikë, por për përgatitjet dhe çka ofron Dugagjini këtë vit, do të zhvillojmë një bisedë të shkurt me Klarita Demiri nga libraria Dugagjini. Nderuar, fillimisht faleminderit për kohën.
Përshëndetje, mirë se erdhët, përshëndetje për juve dhe gjithë shikuesit e televizionit Dugazhine. Ne jemi këtu në pikën e librarisë, pikën mobile të librarisë Dugazhine. Kjo pikë hapet vetëm për shitjen e teksteve shkollore, duke marrë parasysh numrin e vogël të librarive, hapësirat e vogla. Kjo pikë hapet që ta bëjmë një eksperiencë sa më të lehtë, më të shpejtë për gjithë prindërit që kanë me blet tekste shkollore. Është kjo vetëm një pikë, sa pika janë gjithsej në kryeqytet? Përpas pikës që jemi këto tash tek Dugazhini Center, libraria Dugazhini ka pikën në sheshin Nëna Terez, në Prishtina Mall dhe gjithashtu në Pej. Çka po ofron këtë Dugazhini që janë botuese fatikisht? Ne këto kemi të gjithë botuese, duke filluar nga shtëpia botuese Dugazhini, libri shkollor, Albasi, Pegi, Magjia e librit, pra çështja jonë ose më mirë të theme, ne dëshirojmë që prindërit, duke marrë parasysh që kanë përgjedhje të ndryshme të botuesit, të vinë në secilën pikë të librarisë Dugazhini dhe t'i kompletojnë gjitha tekstet shkollore. Që edhe kjo mos t'ju shkaktoj të lashe që të shkojnë në shumë libraria që t'i kompletojmë. Nëse ka mbetë tash gati një javë deri në ditën kur ka me fillu viti i ri shkollor, a ka pas interesim të prindërve? Sot është dita e parë dhe po besoj që jemi ende herët, ka pas interesim në mëngjes, është interesim jo shumë i madh, po duke marrë parasysh që kjo është viti 4 që jemi me shitje të teksteve shkollore, besoj që e kemi pak e lojmë momentet e fundit dhe besoj që interesimi do të rritet në ditët në vazhdim. Cilat janë si është mënyra dhe si funksionon, marrë parasysh që tash furnizimi me libra funksionon përmes subvencionimit nga Ministria e Arsimit? Nëse ki fjallën për çështjen e shitjes, zakonisht prindërit që vinë kanë lista që i dërgojnë mësimdhënësit edhe i kanë përzgjedhjen e botuesve. Mjafton me ardhmë, më tregu listën kolegëve tonë edhe i bëjmë librat gati, është një procedurë shumë e thjeshtë, shumë e shpejtë edhe pa ndonjë telashe. Sa janë të kënaqur prindërit me artikuj që vetë i gjejnë te libraria Dugazhini dhe jo vetëm librat shkollor, por edhe artikujt e tjerë të cilat mund të gjejnë në pika tjera? Sa i përket pikës këtu, ne kemi vetëm tekste shkollore, ndërsa pika tjera normalisht kanë edhe librat artistik, kanë edhe materiale shkollore ku munden mi gjetë. Si që thash edhe më parë, qëllimi jonë kryesor është që klientit eksperiencën e blerjes t'ja bëjmë sa më të këndshme dhe sa më të shpejt, kështu që kemi vetëm komente pozitive në këtë aspekt. Faleminderit shumë për kohën. Ju faleminderit edhe juve. Atëre, me Gjenita po ju përcjellim edhe me pamje ku vetë se po shohemi prindër të cilët tashmë janë furnizuar me librat e shtëpisë Dugazhini, të cilat mund t'i blejnë në këtë pikë në Dugazhini Center, pra në kryeqytet, që është pikë mobile tash disa vite për shkak të fluksit të madh të prindërve që ka në pika tjera në qytet. Ndërkohë, siç mund të shihni, janë të gjitha artikujt dhe nuk nga bisedat që patëm, morëm vesh nuk ka asnjë mungesë të ndonjë artikulli të caktuar. Më ktheve pas në kohë më kujtua vetja e vogël kur bleja librat para fillimit të vitit të ri shkollor, me qenë se kam qenë fëmija i parë në familje dhe nuk kisha mundësi ti trashëgoja nga motra ose nga vllau dhe më duhej unë ti bleja bashkë me prindërit dhe mu kthy ajo nostalgjia për me i blej librat. Është një gëzim në vetë në fakt që e shijon çdo fëmijë para fillimit të vitit të ri shkollor. Janite, përshëndes ty dhe Kiaritën për këtë paraqitje të drejtë për drejt. Pra ishim nga pika në Dugazhini Residence, një pikë pra që Dugazhini ka menduar ta hap në këtë periudhë kur prindërit dhe fëmijët bëhen gati para fillimit të vitit të ri shkollor, në mënyrë që ata të mos ta kenë më të lehtë çastjen, të mos kenë nevojë të presin ose të shkojnë në pikë më të largët ose në shesh ose në pikën tjetër ku pas pak do kemi mundësi ta bëjmë një lidhje tjetër të drejtë për drejtë që është në Prishtina Mall. Prandaj një çastje më e lehtë tek rrethi tashmë që njihet si rrethi i Dugazhinit, keni mundësinë të jeni aty tek objekti i Dugazhini Residence dhe të shkoni për t'i marrë të gjitha librat shkollor që i keni të nevojshme për fëmijët e juaj, varësisht edhe
nga cilët botues, pra gjitha librat nga të gjithë botuesit janë në dispozicion, si që mësuam, pra janë gati dhe vetëm nuk ka asnjë mungesë. Mjafton që të shkojmë dhe t'i kompletojmë gjitha librat, por edhe materialet e tjera të cilat i kanë të nevojshme fëmijët para fillimit të vitit të ri shkollor. Do shkojmë tani tek një tjetër pikë që është e librarisë Dukagjini në Prishtina Mall, një super librari shumë e bukur që ta kënaq syrin vetëm ta shikosh, por edhe shumë afër secilit person që është dashamir i librit, është edhe te Prishtina Mall, një prej qendrave më të mëdha tregtare në vend, ku mund ta gjejmë, mund ta marrim një libër të bukur atje, dhe të shkojmë pastaj ta shijojmë edhe pse jo edhe një kafe. Por në Prishtina Mall jo vetëm titujt e fundit, jo vetëm një lajmëri e titujve të librave të ndryshëm e gjejmë, por i gjejmë edhe librat shkollor dhe pajisjet e tjera që nevojiten fëmijëve para fillimit të vitit të ri shkollor. Atje kemi kolegen Edi në këtë pikë, i cili do të na njoftoj me detajet e tjera, do të na sjell pamje të bukura siç po kemi mundësi t'i shohim, janë shumë bukur t'ju shoh secilit prej jush, Edi, secilit prej jush prej kolegëve në mesin e librave dhe me pamje shumë bukur që kanë ditur ta bëjnë ta rregullojnë brenda libraria Dukagjini në pikat e saj. Jemi në një prej pikave më të bukura, mund të themi, tek Prishtina Mall. Si është atmosfera atje, Edi? Përshëndetje Gjeneta për ty në studio dhe për të gjithë shikuesit e televizionit Dukagjini. Ashtu siç edhe cekë e vërtet, gjendemi në një nga pikat më të bukura në Prishtina Mall tek libraria Dukagjini këto, ku sot kemi ardhur në fakt për një arsye siç edhe cekën edhe kolegët para prak për shitjen e teksteve shkollore, ku tashmë vetë se ka filluar dhe gjatë kohës tani ishim këtu duke qëndruar, pam një fluks shumë të madh të interesuarve, prindërve, fëmijëve, të cilët po vinin edhe po i shikonin për nga afër librat duke i përzgjedhur ata sipas listës së dhëruar nga shkollat përkatëse. Në këtë rast, ne gjendemi në katin e parë, ku në këtë kat librat janë të ndara nga klasa e parë deri në klasën e 7 për të gjithë nxënësit dhe janë të selektuara sipas titujve të ndryshëm. Po shohim këtu pamje pas meje anën ban librave, anën ban këndëve ku ka libra të ndryshëm. Tekstet shkollore janë të sistemuara sipas klasave, siç edhe thash nga klasa e parë deri në klasën e 7, gjenden këtu ku gjendem on tashmë në katin e parë, ndërsa në katin e dytë mund të gjeni librat nga klasa e 8 deri në klasën e 12 për të gjithë nxënësit e klasave të 8 dhe të 12, një kat më lart mund të gjeni edhe titujt e librave. Për dallim nga pikat të tjera dalluese, mund të themi çka e bën më të veçantë Prishtina Mallin këtu, librarinë Dukagjini në Prishtina Mall, është sepse kjo qendër funksionon edhe të shtunave dhe të dielave, duke filluar nga ora 10 paradite deri në orën 22. Përveç ditëve të punës që ka të njëjtin orar, edhe në ditët e vikendit të shtunave dhe të dielave, ajo do të jetë e hapur dhe në dispozicion për të pritur të gjithë të interesuarit të cilët ka nevojë të furnizohen me tekste shkollore për të nisur kështu një tjetër vit akademik të suksesshëm. Siç po e shihni edhe në pamje, mund të themi gjithçka në fakt është organizuar si zakonisht libraria Dukagjini për kujdeset që gjithçka të jetë mirë, korrekt dhe në formë, ashtu që edhe të gjithë të praneshme, të gjithë klientët të cilët vinë, të kenë edhe më të lehtë të themi për zgjedhjen e tyre dhe që ndoshta të gjejnë ata sa më lehtë. Për shembull, këtu siç po shohim kemi, siç edhe thash më herët, nga klasa e parë deri në klasën e 7 ku gjendemi këtu në katin e parë, kemi librat shkollor për shembull duke filluar me gjuhën shqipe, një tekst shkollor shumë interesant, siç po e shihni edhe në pamje. Ky është teksti i gjuhës shqipe. Pastaj kemi edhe lëndët e tjera, për shembull kemi matematikën të klasës së 7, duke vazhduar me artin muzikor, fizikën, biologjinë, gjeografin, do me thënë këtë pjesë kemi këto libra, më pas kemi edhe libra të tjerë të ndara për, si që thash, nga klasa e parë deri në klasën e 7, e sidomos më rëndësishmja për të vegjëlit, të cilët vetë sa nisin vitin e ri akademik, diçka shumë atraktive, si zakonisht ka menduar libraria Dukagjini, që të sjell libra të ndryshëm, duke ju lehtësuar edhe atyre sa më shumë themi klasën e parë nëpërmjet instruksioneve, aktiviteteve që në fakt gjenden edhe për brenda librit. Do të thënë
përveç që nxënësit mund të mësojnë, ata do të mund edhe të tregojnë talentet e tyre, qoftë edhe në fusha të tjera, në vizatim apo çfarë do lloj fushe tjetër, sepse të gjitha i kanë të strukturuara në libra. Në fakt ajo se çfarë na la shumë përshtypje ishte sepse në fakt të gjitha librat, sidomos për fëmijët, ishin të strukturuara edhe në farë forme duke i kthyer ato në aktivitete, do të thonë që fëmijët përveç se mësojnë, ata mund edhe të kanë kuize të ndryshme, lojra ose çka do tjetër që u alecon edhe më shumë atyre mësimdhënien gjatë këtij viti, pasi që viti i parë, klasa e parë, siç e dim, është edhe pak më sfiduese për nxënësit të cilët i nënshtruan bankave për herë të parë. Kjo do të thonë momentalisht është gjendja dhe atmosfera, të themi, në Prishtina Mall. Mund të them që pat një numër shumë të madh të interesuarve, të cilët në fakt kishin ardhur për të parë nga afër dhe për të marrë librat të cilët ju duhen. Përveç saj, si zakonisht, stafi është mikpritës, stafi është gjithmonë i gatshëm që të qëndrojë në asistencë për çfarë do lloj që informacioni që ndoshta ju duhet, ju mund t'ju drejtoheni edhe stafit i cili gjendet këtu dhe është gjithmonë i gatshëm për t'ju ndihmuar. Për shembull, në qoftë se nuk mund ta gjeni një tekst shkollor, eventualisht ju mund ta pyesni më një herë dikon këtu nga stafi dhe ata patjetër që do t'ju orientojnë edhe do t'ju tregojnë se në cilin sektor janë ato të vendosura. Do të thënë, për sa i përket, ndoshta nëse mund të keni ndonjë mos themi diçka që nuk e keni të qartë, thjesht mund t'ju drejtoheni punonjësve këtu në librarinë Dugagjini. Gjenita, ashtu siç edhe vetë me të vërtet atmosfera edhe vetë vendi është mjaft frymëzues dhe patjetër që kjo do t'i shtyej, po besoj, edhe më shumë të gjithë klientët dhe të gjithë të interesuarit në fakt që të vinë dhe të blejnë sa më shumë libra dhe tekste shkollore që ju duhen atyre për të nisur këtë vit akademik. Ka që nga unë, nëse keni edhe ndonjë pyetje ose ndonjë sqarim, po, në këtë pikë në të cilën gjendesh ti ka vetëm libra shkollor apo edhe pajisje të tjera të cilat ju nevojiten nxënësve, për shembull stilolapsa të ndryshme, fletore të ndryshme. Është e pajisur kjo pikë në Prishtina Mall dhe me këto, apo i kemi vetëm tek pika kryesore tek sheshi Nën Tereza? Atëherë ne në këtë vend, pozicion ku jemi, patjetër që është e furnizuar me libra dhe tekste shkollore, por nga ajo se çfarë mujta me vrejt ndoshta gjatë kohës sa po presni për me uli, live ishte se kishte edhe çanta shkollore në fakt, të cilat janë në fillim atje në hyrje të dyqanit të librarisë Dugagjini këtu në Prishtina Mall, dhe që po besoj që kjo ju ndihmon shumë edhe nxënësve që të pajisin edhe me në çantë shkollore, patjetër edhe të gjitha materialet të tjera, ndoshta edhe fotrolla, kimika apo çka do tjetër që lapsa apo të gjitha materialet të tjera që ju duhen atyre për të nisur kështu vitin akademik shkollor. Në rregull, Edi, faleminderit shumë për këto informacione, këto detaje të rëndësishme drejt për drejt nga libraria Dugagjini në pikën tek Prishtina Mall. Të na i marrësh nga një libër dhe eja. Kisha pas dëshirë diçka me potencu? Porno. Kisha pas dëshirë vetëm diçka me potencu edhe një herë, gjithsesi ju bëj thirrje, domethënë edhe një herë t'u rikujtojmë të gjithë të interesuarve, nxënësve, prindërve dhe të gjithë të tjerëve klientëve që kjo pikë në librarinë Dugagjini në Prishtina Mall mbetet e hapur edhe në fundjava, të shtunave dhe të dielave nga ora 10 paradite deri në orën 10 në mbrëmje. Keni në dispozicion në qoftë se nuk arrini gjatë javës të i merrni librat dhe tekstet shkollore që ju duan, atëherë patjetër që opsioni 2, dera 2 e hapur është këtu në Prishtina Mall, ku libraria Dugagjini është në dispozicion nga ora 10 paradite deri në orën 10 mbrëmjes, të shtunën dhe të dielen. Nëse ti ke një preferencë për ndonjë libër, gjeni me patjetër. Mund ma tregosh se cili është zhandri i preferuar edhe po, mund ta marr. Më surprizoj, Edi. Po pres një surprizë bukur. Faleminderit shumë. Okej. Të përshëndes. Ani ta lube fasi, kur të vjen pastaj e shu kuptojmë. Faleminderit juve. Faleminderit shumë, Edi. Është fantastik, Edi, në raportim dhe energjinë e tij. Tani do të shkojmë në pejën e bukur, ku ka librari, ku flasim për librarinë Dugagjini, pa përmendur edhe pejën, pa përmendur një prej qyteteve më të bukura të Kosovës. Atje kemi kolegen Agnesa Hasanaj, që të na lidhet nga sheshi i dëshmorëve në pejë, në pikën tjetër të librarisë Dugagjini, për të marrë detaje se si janë përgatitjet në pejë, ku gjithë ju që jetoni në rajonin e Dugagjinit mund të shkoni në
pikën e librarisë Dukagjini në Pej. Ju dhe që jetoni edhe në Gjakov edhe në Prizren mund vizitoni këtë pikë për të pajisur me librat dhe gjithë shka tjetër që na nevojitet para fillimit të vitit të ri shkollor. Atje kemi kolegan Agnesa. Agnesa, përshëndetje. Përshëndetje Gjeneta për ty dhe gjithë shikuesit e emisionit Rreth e Rrotull. Jemi pra në librarinë Dukagjini, e cila gjendet në qendër të qytetit të Pejës, ku përgatitjet për vitin e ri shkollor 2026-2027 tashmë kanë hyrë në fazën më intensive. Shtëpia Botuese Dukagjini zyrtarisht ka filluar me shitjen e teksteve shkollore, duke u bërë kështu sërish një pikë kryesore e takimit mes nxënësve, prindërve dhe mësimdhënësve. Ajo që ka e bën edhe më të veçantë pikën këtu është se në këtë qytet gjendet edhe shtëpia Botuese Dukagjini, ku konceptohen dhe botohen pjesa më e madhe këtyre teksteve shkollore që sot po shpërndahen për të gjithë nxënësit e Republikës së Kosovës. Po ashtu Gjeneta vlen të theksohet për shikuesit se shtëpia Botuese Dukagjini ka një histori prej më shumë se 30 vitesh. E themeluar në vitet e 90-ta në një periudhë mjaft të vështirë dhe sfiduese për arsimin në Kosovë, shtëpia Botuese Dukagjini u bë shtylla kryesore e ruajtjes dhe zhvillimit të librit shqip. Sot, pas më shumë se 30 vitesh përvojë pune, vazhdon të mbetet një nga emrat më të besueshëm në vend, duke arsimuar breza të tërë nxënësish. Kjo pikë këtu është po aq e bukur sa gjitha pikat tjera të librarisë Dukagjini, e furnizuar mjaft mirë, pra nga stafi ka bërë me dije që çdo libër, tekst shkollor apo material i nevojshëm është në disponishmëri të plot dhe përveç tyre mund të nxënësit pra mund të gjejnë edhe aksesorë të tjerë si çanta, fletore apo çdo gjë që nevojitet për një mësimdhënie sa më të mirë gjatë këtij viti, pra mund të gjenden të gjitha këtu dhe po ashtu mund të gjenden edhe botime tjera apo si në çdo pikë tjetër edhe për prindërit nëse dëshirojnë të blejnë ndonjë libër për veten e tyre nga autorë të huaj apo vendas. Po ashtu gjatë kësaj kohe që qëndruam këtu po shihet një fluks mjaft i madh i nxënësve dhe i qytetarëve të cilët po vinë, po interesohen dhe po blejnë këto tekste shkollore dhe po ashtu mund të themi se kjo pikë, sikurse pikat e tjera, është e hapur çdo ditë të javës nga hëna në të diel, nga hëna deri të premten hapet në orën 9 dhe është e hapur pa deri në orën 20. Gjatë vikendit të shtunën dhe të dielën hapet në orën 10 deri në orën 19. Pra gjatë gjithë javës nxënësit dhe prindërit e mësimdhënësit mund të vinë nga qytetet përreth Pejës, pra siç e thatë edhe ti, nga Gjakova, Klina, apo Istogu, apo nga çdo vend tjetër që nëse kalojnë edhe nëpër Pejë vinë dhe mund të blejnë edhe të furnizohen pra me tekste shkollore gjatë këtij viti shkollor. Pra unë po ju lë me disa pamje të drejtë për drejta që do t'ju sjell kameramani Leonard Berisha të teksteve shkollore dhe siç thash është po aq e furnizuar dhe po aq e bukur sa gjitha pikat tjera të librarisë Dukagjini. Gjeneta, nëse nuk ke ndonjë pyetje, unë po kaloj linjën për ty në studio. Agnesa, të falenderoj shumë për këtë paraqitje të drejtë për drejtë dhe për historikun shumë bukur të librarisë Dukagjini dhe shtëpisë Botuese. Faleminderit dhe për pamjet edhe kameramanit. Ndërkohë jemi njoftuar kështu me 4 pikat e librarisë Dukagjini, të nderuar shikues, ku janë bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme me tekste shkollore të botuesve të ndryshëm, të cilat i gjeni në librarin, në këto 4 pika, në librarin kryesore që mund ta quajmë në sheshin Nën Tereza, aty ku janë të pajisur, është kjo librari pra e pajisur me të gjitha tekstet shkollore dhe materialet e tjera të cilat janë të nevojshme për fëmijët para fillimit të vitit të ri shkollor. Po ashtu e kemi edhe librarin tjetër të Dukagjini Residence, një pikë që është bërë vetëm për të lehtësuar çdo qytetar, çdo prind që duhet të blej pra dhe të bëj ato përgatitjet e nevojshme për fëmijët me tekstet shkollore para fillimit të vitit të ri shkollor, një pikë që është më afër dhe më e qasshme për të gjithë ju. Ndërkohë e kemi edhe pikën tjetër tek Prishtina Mall dhe po ashtu edhe pika tjetër në Pejë, në tek sheshi i dëshmorëve. Këto janë pikat kryesore të librarisë Dukagjini, të pajisura me tekste shkollore dhe materiale të tjera të cilat janë të nevojshme për çdo fëmijë para fillimit të vitit të ri shkollor. Vlen të
të theksohet po ashtu se shtëpia botuese Dukagjini ka njoftuar po ashtu që tekstet shkollore të Dukagjini mund të gjeni edhe në shumë librari të tjera në kryeqytet, por edhe në librari të tjera në qytete të ndryshme të Kosovës. Këto janë pra disa prej përgatitjeve që janë bërë në prag të vitit të ri shkollor në librarin Dukagjini, ku kolegët na njoftuan me informacionet e fundit, me gjitha përgatitjet që janë gjitha gati dhe që librarit janë me orare të zgjatura, keni aty edhe të vendosura, edhe mund të shikoni oraret edhe në faqet zyrtare të librarisë Dukagjini në Facebook, por edhe në Instagram, ku mund të klikoni dhe të informoni edhe me oraret e të gjitha pikave të librarisë Dukagjini që punojnë edhe vikendeve dhe që ju të gjeni kohën tuaj kur juve ju përshtatet më shumë për shkuar dhe për të kryer të gjitha ato blerje të cilat janë të nevojshme për t'i kompletuar të gjitha tekstet shkollore për fëmijët e juaj para fillimit të vitit të ri shkollor.